mirëmëngjes, e një dashit, ja ku jeni këtu në Zodiac Oracle dhe këtë javë, ja ku jemi përsëri bashkë, përsëri për të analizuar këtë javë që me thënë të drejtën, po do e bëjmë dhe postim më njanë, është qike, i ka ato detajet e veta, i ka të specin e vetë, se thua, është qik pikante si javë. Megjithatë, çdo gjë pikante vjen dhe për një arsye të caktuar, apo do kishte shije jeta ndryshe. Sido që të jetë është një javë që do pasur kujdes në përgjithësi, por tash do e analizojmë më vete këtë pjesë. Tani përsa i përket kësaj jave, nuk më mbetet thjesht për t'ju thënë gjë tjetër vetë se qoftë sa më mbar, ju sjell gjërat që doni me të vërtetë. Edhe vazhdojmë me ditën e hënë direkt. Atëherë dita e hënë është një ditë ku po sigurisht të sinkronizuar jeni në maksimum me çfarë do logje kërkoni të arrini. Pjesa më e madhe për ju ditën e hënë, të paktën me ato punë me të cilat do të jeni të angazhuar, me ato projektet tuaja, me ato idetë tuaja, me ato frymëzimin tuaj, jeni duke sjell në jetë një jetë të re në plot kuptimin e fjalës. Pra po flasim për një projekt të ri që ndryshon jetën tuaj, po flasim për një jetë të re që po e vini në shina pikërisht tani, po flasim për një projekt, një punë, çfarë do gjë e keni që po e rishikoni, po e rishqyrtoni dhe me sa duket ka për t'u ndryshuar jetën. Por ajo çka është më e rëndësishme është që dita e hënë ju bën të kuptoni se vërtet kaluat në për një midalg, 40 dalgët e famshme, por sido që të jetë, në fund po ja dilni dhe po ristrukturoni përsëri jetën tuaj. Tani për të gjithë ju që jeni duke punuar në skuadër, jeni pjesë një skuadre, një grupi njerëzish që kërkoni të arrini të njëjtin objektiv ose po punoni për të njëjtin objektiv, atëherë objektivi arrihet, por ajo çka të tjerët nuk dinë, jeni të gjithë të njëjtën statuash vrull, por ajo çka nuk dinë të tjerët është që dashje pa dashje po punojnë për ju. Do thënë ata që do përfitojnë më tepër nga gjithë ky bashkëpunim, nga gjithë kjo nismë dhe çfarë do gjë tjetër po bëhet, gjithë kjo punë jeni ju. Kështu që dita e hënë sjell me të vërtet gjëra të mëdha, po ju shtron në rrugën, le të themi, për gjëra edhe më të mëdha akoma, plus po stabilizon jetën tuaj në përgjithësi. Tani përsa i përket ditës së martë, dita e martë, bravo, shumë bukur, ja na shtohet ca të ardhura se kemi nevojë për to apo jo, shpenzimet i keni pas të mëdha. Me thënë të drejtën, dhe nuk mund të them që akoma nuk do i keni, por të paktën ditën e martë arrihet një farë ekuilibri pasi të ardhura ju vinë, si do vinë të ardhura, janë të paparashikuara, nuk është të i prisni, mund të jetë çfarë do gjëje. Që nga diçka që kishit investuar në kohë të shkuar që tani sjell ato fitimet e veta, që nga diçka që ja kishit dhënë dikujt që tani u kthen, që ju që mund të jeni duke stabilizuar borxhe që i kishit të tjerëve, sido që të jetë shtohen të ardhurat në portofolin tuaj, nga burimet të cilat nuk i prisni, po çon si ka. Fitime kemi ditën e martë, edhe shumë gjë e bukur është kjo. Tani përsa i përket ditës së mërkur, wow, dita e mërkur nuk favorizon për shumë gjëra, mos të themi që nëse keni vendosur diçka në agjendën tuaj ditën e mërkur, mi do të ishte ta spostonit për pak më vonë. Pse? Sepse nuk favorizon dita, le të themi, për nisma të reja, nuk favorizon për angazhime të rëndësishme, për biseda të rëndësishme, çik më tutje i çoni gjërat, çik më mirë do të jetë pak më vonë. Përsa i përket ditës së enjte, e njëjta gjë ndodh me ditën e enjte, jeni thjesht në një fazë pra e mërkur e enjte, më tepër duan qetësim mendore, duan reflektim mendor, duan të qartësoni mirë mendimet tuaja përpara se vendosni për atë çka do vi si pjesë më tej e realizimit tuaj. Pra, qartësoni mendimet tuaja, qartësoni idetë tuaja, nuk është se nuk ka mundësi atje jashtë për ju. Nuk është ky problemi është që ju nuk jeni të qartë se çfarë nga të gjitha këto mundësi që po ju ofrojnë është e juaja dhe ju takon. Kështu që ndani një herë mendje dhe pastaj gjërat do vinë vetë. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku favorizohet flirti, dalim, argëtohemi, flasim, komunikojmë, takojmë njerëz të rinj. Pra mund të jeni të ftuar në aktivitete të ndryshme, shoqërore, kulturore, ku njihni si thash persona të rinj, këta individ luajnë një rol të rëndësishëm në jetën tuaj, nuk po them që këtu stabilizoheni me këta persona, të paktën përsa i përket dashurisë, apo dhe për biseda pune, nëse dëshironi të lidhni një bashkëpunim të ri, por të paktën ju japin atë hovin, ju japin atë ngacmimin për të bërë atë nismën e re ose për të kuptuar që akoma ka shpresë më tutje për të bërë gjëra të mëdha. Por sido që të jetë është një ditë që favorizon jashtëmase shumë daljet, komunikimin, jetën sociale, kulturore, siç e thash, edhe përmes këtyre daljeve tuaja sigurisht dhe flirti është aty. Kaloni ca çaste të bukura, keni nevojë për individ të rinj në jetën tuaj dhe do të jenë aty pikërisht për t'ju orientuar për atë çka vjen më tej. Tani përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është një ditë që
ose është një ditë e cila sjell gjëra të cilat kishit shumë kohë që i prisnit. Shumë kohë që i prisnit. Mund të jetë që nga një person që kishit kohë që kërkoni të ndëroni të vinte në jetën tuaj, të kthej në jetën tuaj, një dëshire juaja që kishit shumë kohë që prisni të kthej në realitet. Pra është çfarëdo lloj gjëje e realizueshme, e parë konkretisht në realitetin tuaj, por për të cilën kishit kohë që shpresoni të ndëroni dhe prisnit në përgjithësi. Përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita sigurisht, ditë e diel që është, ditë pushimi, ditë ku pse jo, edhe mund të shkoni, mund të organizoni fundjavën për pushime. Dy ditë pushimi nuk është të thënë se s'bën të shkoni shumë larg, por sido që të jetë është këto 2 ditë për shembull të fundjavës favorizojnë goxha, përsa i përket pushimit, përsa i përket udhëtimeve, përsa i përket një time out në jetën tuaj. Kështu që është një moment shumë i mirë për të gjetur veten, për të kaluar kohë me persona që i doni, por ndoshta është edhe unë ju thash, dita e shtunë sjell realizimin e diçka që keni kohë që po e prisni, dhe ka shumë gjasa që dhe diela ti bashkangjitet këtij lloj realizimi, kësaj lloj gjëje që keni kohë që e prisni, dhe madje nëse keni dhe kohë që po e prisni dhe kjo kohë daton që aty në festat e fundvitit për shembull. Kështu që pa shifeni njerë, sepse kishit kohë që po e prisni këtë gjë. Edhe si risi, le të themi, këtyre parashikimeve tona, ajo çka universi ka si mesazh për ju, është keni besim tek intuita juaj, veproni atje ku e ndjeni ju se duhet vepruar, kujdesuni për veten tuaj dhe për çfarëdo lloj gjëje është e bukur rreth ju dhe ju inspiron. Dhe ka të diçka tjetër këtu shumë të rëndësishme për të thënë, ju kujtohet që ju fola për atë dita e premte, ishte që do të dini, do argëtohesh, do të takoni persona të rinj, atëherë përmes këtyre individëve të rinj që vinë në jetën tuaj, përmes këtyre aktiviteteve sociale dhe shoqërore dhe kulturore, ndryshon jeta juaj. Kaq mbajeni mend. Pra, sekreti i arritjes dhe i suksesit tuaj qëndron pikërisht në njohje dhe kontaktet e reja që krijoni tani. Kështu që keni gjithë potencialin e mundshëm për të shfrytëzuar gjithë aftësitë që keni, dhe romanca është ajo e cila mbizotëron jetën tuaj, ndaj edhe shijojeni. Përshëndetje një Demi dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle, parashikimet e javës për shenjën tuaj që nëse duhet të jem me, siç jam gjithmonë transparente dhe drejt për drejt dhe nuk i ha fjalët e mia, po a them siç janë gjërat, atëherë sidomos për të lindurit të 10 ditësh të parë, 5 ditë të para të 10 ditësh të parë, 5 ditë në fakt, arrin deri tek ty që keni lindur aty afër datës 27. Po do më bëni kujdes këtë javë, sepse sido që është një javë intensive dhe po do i testoj mirë nervat tuaja, durimin tuaj, rezistencën tuaj, kështu që me kujdes këtë javë lutem shumë, por keni parasysh të diçka, nëse ndryshimi duhet të vi, dhe duhet të vi përmes debateve, përplasjeve, shkëputjeve, mbarimeve, përfundimeve, atëherë ashtu qoftë, por do të jetë gjithmonë për më mirë dhe këtë mbajeni mend. Tani, sido që të jetë, ju uroj një javë sa më të mbar, sido që do vi dhe sido që të jetë, thash, nuk ka rëndësi dhe duhet ta përsëris edhe një herë, a them shumë herë, por që është e nevojshme ta përsëris, duke ju thënë se nuk është e thënë se s'bën të keni lindur në këto data dhe u bubu ç'a ndodhi dhe ndodhi ndonjë gjë e madhe. Jo me se s'bën të paktën, sepse varet se si keni hartat secili, mbajini mend këto gjëra. Atëre, përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë është dita ku, siç e thash, shumë prej jush do të ndjeni të lodhur, të raskapitur do thosha, duke reflektuar për gjithçka ka ndodhur deri më sot në jetën tuaj, çfarë doni të ndryshoni, çfarë duhet ndryshuar, si duhet reflektuar, si duhen ripar gjërat. Kështu që dita e hënë është një ditë në të cilën ju akoma jeni duke reflektuar, akoma jeni duke ndarë mendje për disa situata dhe persona që nuk dini akoma se çfarë roli kanë apo do të keni jetën tuaj, keni nevojë sigurisht për këtë moment qetësie ose tërheqjeje nga bota jashtme dhe fokusimi tek vetja juaj, derisa të paktën të ndani mendimet tuaja dhe të kuptoni se çfarë realisht doni të jetë në jetën tuaj prej këtij në vazhdim dhe çfarë jo. Është një moment pauze reflektimi, nuk është se gjërat kanë ngecur në jetën tuaj, nuk keni ngecur as pak, jeni thjesht duke reflektuar dhe në momentin që do e keni ndarë mendjen, do dini atje jashtë, do ja bëni gjërat e qarta
dhe të tjerëve, atëherë çdo gjë fillon edhe lëviz nga e para. Po që dita e hënë është ditë e thellë reflektimi dhe rishqyrtimi të shumë situatave dhe personave që u lidhin me këto situata. Përsa i përket ditës së martë, prisni një dhuratë shumë të bukur që madje keni dhe shumë kohë që po e prisni, diçka që mbase dhe nuk mendonit se do vinte më, diçka për cilën e kishit fjetur mendjen se nuk do ndodhte. Mund të jetë një rikthim, mund të jetë një pranim në një vend pune, mund të jetë një se di çfarë do gjë që e prisnit, një burim të ardhurash, një problem që zgjidhet më në fund, sido që të jetë, është një ditë dhuratash. Çfarëdo gjë që vjen në formë në një dhuratë, madje është diçka e papritur, diçka që nuk e prisni dhe prandaj do gëzojeni edhe më shumë kur kjo gjë të ndodhi. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur ju kthen përsëri në muajin mars. Do me thënë, keni parasysh çfarë ndodhi aty diku brenda muajit mars, çfarë ishte një lëvizje që ju solli fat. Në ato momente diku aty brenda marsit, mund të keni takuar një person të rëndësishëm, që tani do shikoni se si do ju ndihmoj apo se si do ju orientoj. Mund të ishte edhe një mundësi e artë, mund të ketë nisur një projekt që sido që të jetë tani finalizohet dhe do kuptoni pse ai moment ishte kaq i rëndësishëm në jetën tuaj. Pra, diçka që ka ndodhur në muajin mars, edhe ju nuk e keni sa thuash, mbase se keni vënë re, mbase nuk e keni kushtuar rëndësi, do kuptoni tani se sa me fat ka qenë si moment, sepse sill realizime shumë të rëndësishme në jetën tuaj pikërisht në këto momente që jemi duke folur. Por ama ka nisur në muajin mars, do ta shikoni ditën e mërkur. Pra, mund të komunikoni me një person që thotë të kujtohet atëherë atë datë, ose mund të kujtoheni vetë brenda asaj dite pikërisht për këto gjëra që po ju them, por sido që të jetë sjell goxha fat, është e shtruar me fat çdo gjë. Për sa i përket tani ditës së enjte, dita e enjte është dita ku sillni ndryshimin e madh në jetën tuaj. Para ju hapen sytë edhe kuptoni se asgjë nga ato që kishit besuar se ishin të vërteta nuk janë realisht të vërteta, por janë thjesht të vërteta të tjerëve që edhe juve ju kanë detyruar ti besoni se të ishin të tilla. Pra, hapni sytë dhe më këtim pas nuk ka. Kjo është e para gjë e sigurt, domethënë. Tjetër, risku është shumë pjesë e jetës tuaj ditën e enjte. Nuk e di se çfarë do bëni, nuk e di se çfarë çmenduri do ju shkrepet në kokë, nuk e di se çfarë iniciative do të merrni ose ndërmerrni, por nëse se kjo nuk i ka bazat reale konkrete, atëherë po gaboni dhe po gaboni rëndshëm. Domethënë nuk mund të niseni kot kështu tafti baftje ku të dali, por nëse keni studiuar mirë momentin, nëse çfarëdo gjë që po e bëni mbi një bazë të caktuar, atëherë bëni diferencën në jetën tuaj dhe në jetën e të tjerëve dhe bravo ju qoftë. Varet domethënë se si nga momenti, domethënë si do ndodhi kjo gjë, se mbi ç'bazash do i merrni vendimet tuaja. Tani, për sa i përket ditës së premte, ditën e premte ju jeni ata që vendosni vetë për të ardhmen tuaj, për jetën tuaj, për personat që keni në jetën tuaj. Pra është një ditë vendimarrjeje, por vendimarrja ju takon vetëm juve. Për shembull, s'mund t'ju orientoj dikush, t'ju tregoj se çfarë është e mirë apo çfarë është e keqe. Vetë duhet ta ndani mendjen për atë çka duhet bërë. Pengesa nuk keni, e vetmja pengesë që mund të keni janë ato pishmëllëqet që keni në kokën tuaj, dyzimet, paqartësitë e me radhë. Ju që jeni femra, duket se me mashkullin e rëndësishëm të jetës tuaj, se me një mashkull të rëndësishëm në jetën tuaj, do të sqaroni plot gjëra që duhen sqaruar një herë e përgjithmonë. Pra, kështu duhet dita e premte. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është ajo që përcakton momentin, por dhe të ardhmen tuaj, që do të thotë çfarëdo gjë që kishit pritur në lidhje me jetën tuaj, në përgjithësi, mund të jetë një moment transformimi, mund të jetë një moment kthjellimi, mund të jetë një dëshirë e madhe që kthehet në realitet, mund të jetë një përmbushje jete. Atëherë ja ku është dhe po ndodh pikërisht tani çfarëdo gjë qoftë, dhe ka lidhje me stabilitetin tuaj, me realizimin tuaj, me transformimin tuaj në përgjithësi, ja ku është dita e shtunë e sjell këtë gjë në jetën tuaj. Dhe përsa i përket ditës së diel, sigurisht transformimi vjen edhe sigurisht që lëshojmë dhe nuk themi më. Do me thënë, nga të gjitha ato që do përjetoni këtë javë, i bie që transformimi është aq i thellë sa që më kthim pas nuk ka, dhe duket sikur këmbët tuaja më tokë nuk prekin, do me thënë aq lart do të fluturoni prej këtij momenti e në vazhdim. Kështu që bukur mbyllet java për ju. Ka momente të cilat ju çojnë dhe shumë pas në kohë, por ju çojnë për një arsye të caktuar dhe po stabilizimi po vjen në jetën tuaj dhe është diçka e prekshme. Tashmë gjë që ta shikoni shumë
të qartë të teksuar ditën e mërkur, të shtunë edhe të diel. Tani përsa i përket kozmosit dhe mesazhit që ka për ju, atëherë siç ku thosha, është momenti i transformimit, është momenti për të vepruar shpejt, por gjithmonë duke qëndruar mbi baza solide të forta konkrete. Është moment për të përmbajtur premtimet që keni bërë apo ju kanë bërë të tjerë, pra keni besim tek universi, keni besim tek çdo gjë që është transformuese, çfarëdo gjë ka të bëjë me investim në kohë, në persona dhe në aspektin material. Çfarëdo gjë që po e prisnit është duke ardhur. Por shikoni me kujdes sinkronitetin dhe vini re numra që përsëriten. Dhe në qoftë se ato numra që përsëriten janë 8, atëherë, po, transformimi është pjesë e jetës tuaj dhe fitimi gjithashtu. Shumë e rëndësishme kjo gjë. Përshëndetje shenjë binjakëve dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle dhe në këtë javë të re që po na pret. Një javë e cila ka ato veçoritë e veta dhe veçantitë e veta, por që do flasim për to në moment tjetër. Sigurisht që për më shumë gjithmonë mund të shkoni në YouTube Zodiac Oracle, vazhdoni me parashikimet e muajit, akoma s'kemi përfunduar. Akoma i gjeni dhe kjo është një javë goxha e rëndësishme për të gjithë ne, anë mban botës. Megjithatë, do që t'ju uroj një javë sa më të mbarë dhe e nisim direkt me ditën e hënë, që me sa duket është dita ideale për të hequr qafe dhe ato pak gjë që kanë mbetur pa ose ato pak gjë që mbajnë peng akoma. Do të thotë, kjo mund të ketë lidhje me një ide, kjo mund të ketë lidhje me një të kaluarën tuaj, kjo mund të ketë lidhje me një moment i cili nuk doni të shkëputeni sepse mendoni se po shkëputët, atëherë çdo gjë përfundon dhe çdo gjë mbaron. Ndërkohë që ndodhet e kundërta, do të thotë që për çdo individ që ka dalë nga jeta juaj, për çfarëdo situatë që ka përfunduar, për çfarëdo gjë nuk është realizuar dhe ju akoma po prisni se mos, atëherë këshilla është lëre të iki dhe shpëto dhe veten tënde. Pra, shpëtoni veten tuaj ditën e hënë duke lënë diçka përfundimisht të largohet nga jeta juaj dhe duke mbyllur një çështje që urgjentisht duhet ishte mbyllur prej shumë kohësh tashmë. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita ku ju femra duket se keni mësuar nga gabimet tuaja, keni postuar transformimin tuaj më në fund, nuk jeni më ato femrat naive që besonin çdo gjë apo e jetonin jetën si tu vinte dhe i merrnin gjërat lehtë, pra e dini më tashmë se kush jeni, e dini potencialin tuaj dhe keni shumë mundësi fitimi dhe përfitimi ose të paktën stabilitetin në jetën tuaj. Tani në lidhje me një person që ka ekzistuar në jetën tuaj, ajo çka po kuptoni është se qëllimet nuk kanë qenë asnjëherë serioze, nuk ju ka marrë asnjëherë seriozisht, vërtet mund të ketë investuar tek ju, por ajo çka realisht po kuptoni është se nuk ka investuar tek ju, ka investuar tek vetja e tij përmes jush. Sido që të jetë, të themi se ju femrat fitoni potencial dhe ja dini të keni sukses edhe pse keni vuajtur, juve meshkujt bëni kujdes sepse duket shumë qartë që një femër tjetër po e lejoni të bëhet pjesë e një marrëdhënie tuaj shumë të rëndësishme dhe mund ta shkatërroj këtë marrëdhënie, kështu që bëni shumë kujdes. Tani përsa i përket borxheve, përsa i përket situatave që duhen sistemuar, keni ende kohë të sistemoni, si të jeni meshkuj apo dhe femra, njësoj blen kjo gjë, dhe përsa i përket shëndetit, kuptoni se zgjidhja nuk vjen nga mjekësia moderne, por nga ajo tradicionale. Kështu që këto si do doni merrni, si doni kuptojeni, por që zgjidhje ka dhe është kjo zgjidhja që po ju them. Përsa i përket tani, dhe mund të kuptoni juve femrat që janë trajtuar nga një femër tjetër që e konsideronit shoqe, por në fakt shoqja nuk ishte as pak. Tani, përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita që sigurisht ju çon në maj, pra çfarëdo gjëje bisedohet, shqyrtohet, analizohet ditën e mërkur, realizimin e saj e ka në maj, ose së të thuash biseda çojnë për në muajin maj. Atëherë ta shikoni se çfarë realisht ju pret, por që po flasim për një nismë të re, po flasim për një situatë e cila vërtet sjell realizim dhe sjell shumë fitim apo shumë fat në muajin maj. Atëherë vjen realizimi i asaj gjë të cilën do të jeni duke diskutuar, analizuar ditën e mërkur. Keni parasysh këtë pjesë. Jo çdo gjë është brenda ditës, ka dhe gjëra që çojnë afat gjatë apo jo.
Kështu është dita e mërkur për ju. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku jeni shumë të kënaqur me arritjet tuaja, ose paktën kështu do të ndjeni. Fal një suksesi që do të keni ditën e enjte, kuptoni se jeni rritur, jeni maturuar, jeni shumë krenar me arritjet tuaja, pasi çdo gjë keni arritur vetë, dhe kuptoni gjithashtu se eksperiencat ju kanë maturuar, ju kanë rritur, ju kanë zhvilluar. Thash, është një moment, është një ditë e cila e gjitha është pro arritjeve tuaja dhe zhvillimit tuaj, gjëra me të cilat me të vërtet do të ndjeni shumë krenar për veten tuaj, pasi dhe vlerësimi do të vijë edhe nga të tjerë, gjë që do e bëj edhe më të rëndësishme këtë lloj ndjesie që do të keni për veten. Gjithashtu është dita ku pavarësisht arritjeve që keni deri më tani, suksesit që keni arritur deri më tani, ka mbetur diçka, do kuptoni se ka mbetur diçka që ende nuk është realizuar dhe është një ëndër e rinis. Do i futeni me kokë kësaj gjëje dhe besomuni, është ka për të qenë, si të thua, është ndoshta realizimi juaj i fundit, por më i rëndësishmi ai i cili atë të cilin më tepër do të shijoni se çdo gjë tjetër, por sido që tjetër është një ditë plotësie dhe vetëkënaqësie, dita e enjte për ju. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte favorizon tavolinat, favorizon mbledhjet në shtëpi, favorizon bisedat familjare, favorizon zgjidhjen e problemeve brenda mureve të shtëpisë. Sido që tjetër është një ditë ku presim miq ose u shkojmë të tjerëve për vizitë, është një darkë familjare ose shoqërore, sido që tjetë brenda këtyre aktiviteteve dhe momenteve gjenden zgjidhje problemeve që mendoni se zgjidhje nuk ishin më ose të paktën i kishit lënë kështu pas dore. Është ditë e bukur për sa i përket gjërave të tilla dhe madje indikon raste të caktuara se ju vetë brenda 4 mureve të shtëpisë tuaj, aty kohë duke qëndruar, duke parë televizor apo duke lexuar një libër apo thjesht duke u qetësuar aty në divanin tuaj, mund t'ju lindi një ide e cila mund të ndryshojë komplet jetën tuaj prej këtej e në vazhdim komplet. E kam seriozisht. Kështu që të shkojmë se çfarë momenti ka për të sjellë. Për sa i përket pastaj ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku jemi shumë larg pamës, gjithçka do të bisedoni ditën e shtunë ju çon shumë larg në kohë, mund të jetë që nga nisma një biznesi ose fakt nëse keni nisur diçka, një biznes, një projekt, një lidhje, një marrëdhënie, po diskutoni me një person që keni jetën tuaj për të lëvizur bashkë, për të fejuar, për të martuar, çdo gjë çon në muajin nëntor. Pra, jo çka do bisedoni, do shqyrtoni, do shikoni, do vlerësoni ditën e shtunë, ju çon drejt muajit nëntor. Atëre vendoset të ndodhi ajo gjë ose të shikoni një farë rezultati të asaj gjë gjithmonë që do jeni duke diskutuar ose analizuar brenda asaj dite. Dhe për sa i përket ditës së diel, dita e diel, që mos e trëmeni nga kjo gjë këtu, ajo çka ka si bazë është t'ju tregoj se ajo çka prisni të ndodhi nuk ka për të ndodhur. Do me thënë, varet se me çfarë ide do zgjeni ditën e diel, për takuar një person, për ta bindur që do kthehet, ju do ju premtojnë diçka, do premtoni ju diçka, nuk ka gjasa që të ketë realizim në çfarëdo lloj gjë që dita e diel premton, analizon, asnjë gjë nga këto. Mos keni pritshmëri pra për sa i përket realizimeve të atyre gjërave që do diskutoni apo do prisni brenda ditës së diel, sepse asgjë prej tyre nuk ndodh, nuk ka për të qenë e vërtetë. Pra nuk ka vërtetësi dita e diel në ato çka thot premton apo nuk e di, thot të prisni. Nuk ndodh, nuk ka gjasa, kështu që lëreni fare ditën e diel, mos u merrni me gjëra të rëndësishme dhe afatgjata, si premtime sidomos. Përshëndetje shenjë nga Forës, dhe ja ku jeni përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj, një javë e cila ka rëndësinë e vet, ka potencialin e vet. Bëni kujdes, ju lutem shumë, mos nxitoni, sapo e lat pas një Mars po shumë intensiv në shenjën tuaj, sido që të jetë, me pak kujdes nuk bën keq, akoma sidomos për sa i përket financave, aty nuk do më nxitoni fare. Tani, megjithatë mund të jetë edhe një javë me shumë sukses të madh për sa i përket financave. Varet se si ju merr momenti. Ju të ditë që të parë them se mund të keni gjëra të rëndësishme, sidomos aty, nuk e di sa është data. Nesër 20, nuk e di. 20, është një datë 20 shumë e rëndësishme këtij muaji. Tani, sido që të jetë, ju uroj një javë të mbarë dhe fillojmë direkt me parashikimet e javës. Kjo është një javë e cila po sigurisht jeni në pritje të diçkaje të rëndësishme dhe më në fund duket se u jepet okay. Problemi vetëm është që nuk dhe shijoni këtë moment. Pra keni pritur pothuajse një jetë të tërë ose keni pritur prej një kohe shumë të gjatë
të merrni pikërisht këtë lloj lajmi, këtë lloj okay, këtë lloj poec që ju jepet përfundimisht, e drejta të vazhdoni përpara, që realizohet ajo që prisni të realizojë, por që nuk të shihoni pikërisht sepse keni kohë që po e prisni. Dhe me sa duket, dhe koha ka qenë e gjatë e pritjes, por edhe dëshira ose ta thosh entuziazmi i shuar gjatë rrugës, sido që të jetë. Po, dita e hënë sjell atë realizim që keni pritur për shumë gjatë të ndodhte, të vinte në jetën tuaj, edhe gjëra të bëhen konkrete. Ndodh por që thjesht nuk do e shihoni sepse e thash pse. Përsa i përket ditës së ditës së martë, prej ditës së martë në vazhdim, le të themi që jeta juaj lullëzon në çdo lloj fushë drejtimi, në çështje shëndetësore, çështje financiare, përditshmëri, jeta juaj bëhet më e shtruar, më e qetë, më e realizueshme, më kuptim plot, më me fat. Okej, kështu që shijojeni jetën tuaj nga dita e martë e në vazhdim, sepse është një periudhë e cila zgjat shumë në kohë. Pra keni në një fazë, le të themi, prosperiteti dhe realizimi. Gjithanshëm në jetën tuaj ky realizim. Përsa i përket tani ditës së mërkur, dita e mërkur, çfarë do themi, çdo gjë është e arritshme, çdo gjë është e realizueshme, dhe çdo gjë e keni ju në dorë ta realizoni. Pra varet nga ju çdo gjë, si për mirë edhe për keq. Pra nuk ka pengesa, e vetmja pengesë që mund të keni në zhvetja juaj, ajo që ka meni si mesazh përsa i përket ditës së mërkur është që nuk keni të ndalur, i vetmi person që mund t'ju ndali jeni ju, ashtu sikurse i vetmi person që ju egzalton në maja, jeni përsëri ju vetë. Pra çdo gjë varet nga ju dhe se si ju do ta gjestoni momentin. Pengesa ama nuk keni, çdo gjë është e mundur, çdo gjë është e realizueshme. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është që kuptoni se pse fati ju ka lënë pas dore dhe konkluzioni në cilin do arrini është se fati nuk ju ka lënë pas dore, jeni ju ata të cilët fatin tuaj e keni drejtuar keq, ose keq orientuar, ose marrë nga vetja juaj dhe ja keni dhënë të tjerëve. Kështu që keni vetë fajin që jeni bosh, që nuk jeni të realizuar deri më sot, sepse gjithmonë keni parë si do realizoni të tjerë dhe vetën e keni lënë në hije. Pra është momenti që kuptoni se vëmendja duhet të kthyer përsëri nga vetja, duhet jeni ju të parët ata që duhet të ndihmoni, suportoni dhe vlerësoni dhe pastaj gjithë bota dhe pjesa tjetër e botës. Dhe në atë moment që pikërisht bëni këtë gjë, pra ktheni vëmendjen nga vlerat tuaja, nga parimet tuaja, nga ajo çka ju meritoni dhe nuk sabotoni më veten tuaj për të ngritur të tjerë, atëherë edhe fati kthehet edhe ju a tregon mirë se çfarë forme dhe pamje ka. Kjo është një mësim shumë i vyer që merrni ditën e enjte dhe për dhe nga pikpamja astrologjike përkon, duke qenë se Marsi më në fund në shenjën e Luanit ju bën të kuptoni që vlerat dhe parimet janë baza për të gjithë dhe nuk duhen shkelur, po i shkele do vuash. Tani, përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita e udhëtimeve dhe ndryshimeve shumë të mëdha në jetën tuaj. Shumë prej jush mund të niseni në një udhëtim shumë të largët, madje edhe mund ta keni ndarë mendjen mos të ktheheni më kurrë. Ose thjesht po ndryshoni një faqe në jetën tuaj, po ktheni një faqe në jetën tuaj, në lidhje me një marrëdhënie, në lidhje me një bashkëpunim, me lidhje me një, po mund të jetë shpërngulje, nuk e vë fare në diskutim këtë gjë, por që në përgjithësi po flasim për ndryshime shumë të mëdha në jetën tuaj, ato ndryshime që ndodhin në momente të caktuara dhe nuk kam këtim pas. Kjo është dita e premte. Sigurisht tam aty edhe udhëtime të largëta, të gjata. Përsa i përket pastaj ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që shumë së shpejti gjërat tuaja realizohen dhe ju arrini atje ku doni të arrini, prej shumë kohësh, domethënë dhe shumë fare pak ju ndan nga realizimi i ëndrave tuaja, i pritshmërive tuaja, i perspektivave tuaja, kështu që shumë shpejt gjërat bëhen realitet dhe dita e shtunë mua tregon këtë gjë qartë me prova, kjo ka rëndësi. Përsa i përket pastaj ditës së diel, keni më shumë se një vit që po prisni që kjo gjë e madhe të vinë në jetën tuaj. Dhe ja ku po vjen. Mund të jetë çfarë do lloj gjëje kjo gjë, por që le të themi komploti është i gjithë universit. Pra, dita e diel është dita ku dita e shtunë dhe dita e diel janë ditë që të dyja, të cilat sjellin në jetën tuaj një realizim të një ëndre shumë të madhe, një perspektive shumë të madhe, diçka që kishit më shumë se një vit që po e prisni të bëjë realitet, madje kur të ndodhi, do ju duket sikur s'ka ndodhur ende. Aq e pabesueshme do ju duket. Po që bravo, meritoni. Dhe më vetë qefi për ju që kjo gjë vjen më në fund në jetën tuaj dhe më të mirat ju presin prej këtë në vazhdim, kjo është vetëm një gjë e sigurt. Tani përsa i përket mesazhit të universit për ju, këtu çfarë do themi?
Është e njëjta gjë me ato çka ju thash. Problemet që keni pas deri më sot nuk do jenë më. Tash keni shumë kohë që po prisni gjërat të realizohen dhe ju më në fund të tregoni botës se kush jeni në të vërtetë. Është momenti i shpresës, i optimizmit, i suksesit, i prosperitetit, i entuziazmit dhe i çlirimit. Pra çliroheni më në fund nga të gjitha vuajtjet tuaja. Çdo gjë përkon apo jo, asgjë nuk është rastësi, kështu që dhe universi të njëjtin mesazh po ju jep. Po çliroheni, po shpëtoni, po ndryshoni veten dhe botën prej këtej e në vazhdim. Dhe po, vetëm gjëra të mira ju presin dhe brenda këtyre ndryshimeve që po vinë në jetën tuaj, që të gjitha janë drejt suksesit, jeni të mbrojtur, super i keni të mbrojtur nga vetë universi, ndaj edhe thjesht vazhdoni përpara dhe më kokë pas mos ktheni. Çfarë la pas, mbetet pas. Çfarë jeni duke parë përpara, ju çon drejt suksesit. Përshëndetje shenjë Luanit, mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj, ku kjo javë po ju gjen me një Mars në shenjën tuaj dhe ju të 10 ditë të parë, domosdoshmë ditëve të para, të ditës fare të parë, 23-24, jeni me të vërtetë në momentet tuaja më entuziaste, le të themi, më energjike, le të themi, optimiste dhe pozitive, 50-50 do thosha, sepse Marsi vërtet sjell mundësi për të zhvilluar dhe për të ndjekur ëndra dhe për të marrë hodh, por edhe të trysnon, edhe të acaron, edhe të iriton, dhe duke qenë se kjo është një e tëra iritimi, 21 deri në datën 27, atëherë do i thosha bëni kujdes edhe ju, sidomos me nxitimin, iritimin, acarimin edhe debatet dhe gjëra të tilla. Sidomos juve që keni esate të pambyllura nga e kaluara dhe janë riskioze, janë edhe konfliktuale goxha edhe të tilla gjëra me radhë. Sido që të jetë, uroj vërtet të përkthehet në javë të suksesshme në fund dhe gjërat të shkojnë ashtu sikur se ju i dëshironi. Tani përse i përket ditës së hënë, e tham, shumë nostalgjik keni për ditën e hënë, shumë kthime pas në të kaluarën, në të kaluarën tuaj dhe si fëmijë, domethënë flasim për një të kaluar e cila limit nuk ka. Mund të jetë çfarëdo gjëje, që te fëmijëria, që te momentet familjare, që te çdo gjë e mundshme, ama vjen me një çlirim të tipit bëra çiste e mundur, u përpoqja, u mundova, dash maksimumin tim, nuk ka rëndësi se çfarë u arrit apo nuk u arrit, të paktën me këtë gjë do bëni paqe më në fund, dhe ajo çka është më e rëndësishmja është se pikërisht në këtë rrugëtimin tuaj në të kaluarën, në atë kthimin pas tuaj në të kohën e shkuar, gjeni zgjidhje për problemet që i keni aktualisht. Dhe gjeni zgjidhje afatgjata. Kjo është gjëja më e rëndësishme. Kështu që është një proces i cili ju del mirë, nuk ju del keq. Për sa i përket ditës së martë që jemi në gjyq, ose merrni përgjigjen e një çështjeje shumë të rëndësishme për ju gjyqësore, ligjore, notariale, çfarëdo gjë mund të jetë, por që zgjidhet kjo çështje dhe zgjidhet në favorin tuaj më në fund. Ose të paktën do merrni vesh se çfarë bëhet, çfarë afati ka, çfarë drejtimi jepet, por që prapë sido që të jetë është diçka që ju favorizon. Pra, për çështje ligjore gjyqësore më tepër favorizon dita e martë me lajme dhe mesazhet që sjell, por nuk mund të përjashtoj edhe mundësinë që këto zgjidhje të jenë edhe përsa i përket zyrave administrative të shtetit, me pak fjalë, nëse më prisni diçka prej andej, duket se situata zgjidhet dhe është në favorin tuaj ose meni okay në lidhje me një çështje të caktuar të tillë. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita ku le të themi çfarëdo gjëje që ju po diskutoni ose po prisni, ka shumë gjasa që realizimi ta ketë ndajnë në dy faza njerë. Jeni ju ata të cilët merrni atë çka prisni prej shumë kohësh të merrni dhe daton që në diku aty nga dhjetori janari i këtij viti, pra është diskutuar një çështje e tillë dhe tani po rikthehet për të marrë një vendim përfundimtar, dhe jeni dhe ju të tjerët që ajo çka po diskutoni tani ka shumë gjasa që realizimi ta ketë diku aty nga muajt e fund vitit të këtij viti, kam fjalën, domethënë diku aty në dimër të këtij viti. Kështu që të shohim se si do ju dali. Pra jeni tash ndajnë në dy pjesë, ju që e prisni dhe realizohet dhe ju që po e diskutoni dhe ka shumë gjasa që realizimi të vi në këtë moment të vitit. Pra,
Për sa i përket, ta varet se çfarë po vendosë secili, varet se çfarë po doni të realizoni, varet se çfarë si ju gjen momenti i ditës së mërkurë. Për sa i përket tani ditës së enjte, dita e enjte është dita që ju thotë vazhdoni punën e palodhur, e keni nisur shumë mirë kështu si e keni nisur, projekti që keni ndërtuar dhe po ndërtoni po ecën shumë mirë dhe po keni për të dalë me një sukses shumë të madh, i cili ndahet në dy faza. Një, faza e parë do ta shikoni këtë lloj realizimi në gusht, dhe faza tjetër është diku aty nga muajt e vjeshtës përsëri të këtij viti. Por sido që të jeti në rrugën e dur, vlerësimet e para po i merrni, do i duket se po ecën mirë, jeni çik trysnues ndaj të tjerëve, po s'ka gjë, puna të arrihet dhe çdo gjë është në rregull. Dhe puna arrihet shumë mirë dhe rezultati ka për t'ju shpërblyer. Tani për sa i përket ditës së premte, dita e premte, jeni dhe disa prej jush të cilët në lidhje me një pronë që keni, jeni çik të shqetësuar sepse nuk po i jep ato fitimet të cilat ju prisni që të merrnit, benefitet që po prisni nuk i ka. Kështu që mund të jetë një pronë që e keni lënë me qëra, ose shfrytëzoni në farë mënyre, ose do ta shisni, apo çfarë do lloj gjë keni dhe ju lidhni me këtë pronë dhe nuk po bëhet, është e përkohshme kjo gjë, pavarësisht shqetësimit tuaj, e kuptoj që ka zënetet dhe jeni në dëshpërim sepse mbasa ndoshta kjo është një burim shumë i rëndësishëm të ardhurash për ju, por sido që tjetër është diçka e përkohshme dhe shumë shpejt ka për të ndryshuar situata, kështu që mos u shqetësoni. Ka shumë sa qenë të shqetësuar tani. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku tash brenda një viti pak a shumë gjërat vinë dhe realizohen për ju dhe këtu po flasim më tepër për çfarë? Këtu po flasim në lidhje me një projekt shumë të rëndësishëm. Okej, që tani po nis, por ama pas një viti na del rezultati. Një çështje biznesi, një çështje sipërmarrjeje, një aktivitet që tani po e nisni, një çfarëdo gjë qoftë, një martesë, një fejesë, një bashkëjetesë, një çfarëdo gjë në cilën tani po punoni për të, pas një viti do i sjellni ato rezultatet e veta. Dhe për sa i përket ditës së diel, ato çka doni të arrini dhe ka lidhje me dashurinë, ka lidhje me veprimtarinë tuaj të rëndësishme, ka lidhje me gjërat praktike të jetës tuaj, më tepër favorizojeni javën që vjen. Java që vjen, pra nga dita e diel dhe java që vjen, jo kjo javë, java tjetër, i bie që favorizon çfarëdo gjë ka të bëjë me punën tuaj, me sipërmarrjen tuaj, me aktivitetet tuaja, po dhe me dashurinë. Jo kjo javë që do lëm pas, as dita e dielve, por java që vjen duket se sjell ato pikërisht gjëra që ju po kërkoni. Pra është një mesazh edhe për javën që vjen. Të bravo, shumë bukur. Mbuluat këtu jo një javë parashikimesh, po 2 javë, me thënë të drejtën. Tani, për sa i përket, dhe nëse keni dhe kontrata të rëndësishme për të nënshkruar, është po e njëjta letër që ju thotë jo këtë javë, javën që vjen. Pas kësaj jave, do me thënë fillimi majit i bie, sipas ashtu i bie, po, diku aty, fundi i prillit me maj, që të jemi tamam korrekt dhe konkret. Tani përsa i përket universit dhe mesazhit që ka për ju, jeni në një moment ku është shumë i rëndësishëm, janë shumë të rëndësishme përgjegjësitë që merrni mbi supe, të vërtetë ta shikoni për atë çka është, ta thoni për atë çka është. Jeni në një moment ku po rriteni dhe nuk po kuptoni, domethënë të gjitha vështirësitë që po hasin në rrugën tuaj çojnë thjesht në realizimin tuaj dhe në suksesin tuaj. Kështu që mos keni frikë nga problemet që po hasni, mos keni frikë nga puna, mos keni frikë nga vështirësitë, mos keni frikë nga ato tërslëqet e vogla, të gjitha këto po ju çojnë drejt suksesit tuaj dhe po çdo problem e ka edhe një zgjidhje. Thjesht qëndroni të angazhuar me realizimin tuaj, me realizimin e ëndrave tuaja dhe çdo gjë ju shkon për mirë. Kështu që pa merak, çdo gjë okay ka për të shkuar. Dhe kjo gjë vlen edhe për shëndetin tuaj. Për të gjithë që mase keni pas probleme me shëndetin, qëndroni besnik regjimit, qëndroni besnik kujdesit ndaj vetes, dhe çdo gjë ka për të shkuar shumë mirë në fund. Përshëndetje Shënjevi Gjyreshës dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle, parashikimet e javës për shenjën tuaj. Sigurisht ju uroj një javë sa më të mbar, pa kujdes me nervat tuaja këtë javë. Do jenë çik të çuditshme. Ju gjithmonë ashtu i keni, po që nejse. Çik më shumë këtë javë që vjen, sidomos juve që përkisni dhjetëdiçit të parë të shenjës tuaj, 23, 24, 25 diku aty të lindur, bëni kujdes domethënë me 24, 25, 26 në sakt.
e tutje, bëni që kujdes me këtë javë që vjen, kujdes e shëndetit, sepse Marsi është në Luan tashmë, dhe është banesa juaj e 12, që do të thotë fizikisht dhe psikologjikisht mund të ndjeni të acaruar, të lodhur, të çuditshëm, kështu që edhe miza ju bezdis kur lëviz, ndaj edhe kujdes. Tani, përsa i përket javës, ju thash, uroj një javë sa më të mbarë dhe filloj me ditën e hënë, ku dita e hënë me sa duket, shiko me shumë pasiguri, jeni duke vazhduar përpara drejt një jete që as vetë nuk e dini se ku po ju çon. Thjesht po ndiqni rrymën, po ndiqni atë trendin, atë tendencën, po as vetë nuk e dini se ku po shkoni realisht dhe as vetë nuk e dini se ku do ju dalë e gjithë kjo. Unë do të thosha keni besim tek intuita juaj, keni besim tek gjithë procesi dhe çdo gjë ka për të shkuar për mirë. Çfarëdo gjë është kjo që po ju merr me vete ditën e hënë, mund të jetë po ecni thjesht për inerci. Në fund duket shumë qartë që gjithë kjo është një sukses më vete. Dhe është pikërisht tani nuk do prisni shumë gjatë për ta parë se ku ju çon, thjesht po ju them kaq që ndoshta po niseni dhe jeni duke ecur kuturu, pa e kuptuar dhe vet, tash duke ndjekur masën, duke ndjekur trendin, tendencën, por që në fund do dalloni. Jeni ju ata që do dalloni nga turma dhe nga sa thuash trendi i përgjithshëm. Atëre, përsa i përket ditës së martë, dita e martë ju thash, bëni kujdes me shëndetin tuaj ose të personave tuaj të dashur. Pse? Mund të ndjeni pa qef, të pa motivuar, nuk është edhe me se s'bën të zini krevatin, nëse do më filloni prap. Jo, thjesht mund të jetë, jo mundet, po është diçka e përkohshme, mund të jetë thjesht lodhje ekstreme. Ke parasysh kur të zë plogështia do të bësh asnjë gjë, të thjeshtërisht, të kalosh kohën shtrirë. Është një çik pjesë munges motivimi gjithë kjo, por edhe mund të jetë një sëmundje konkrete, një virus, e kemi plot kohët e fundit, një gjendje virale e përkohshme, e juaj ose të tjerëve, kështu që bëni kujdes ditën e martë. Ju që keni pas probleme me shëndetin, duhet të kujdeseni më shumë për veten tuaj dhe kjo gjë është vetëm një gjë e qartë. Ju që punoni ekstremisht shumë, edhe më shumë akoma. Po që po jeni të prirur ndaj sëmundjeve, kështu që bëni kujdes ditën e martë. Përsa i përket ditës së Mërkur, dita e Mërkur, muajin që vjen mund të realizohet kjo gjë që po diskutoni ditën e Mërkur, ose që po kërkoni të keni ditën e Mërkur. Çfarëdo lloj gjë qoftë ajo, çfarëdo lloj nisme, iniciative, dëshire, muajin që vjen keni shumë gjasa që këtë gjë ta shikoni të realizuar më së miri. Kështu që lëreni për muajin që vjen, çfarëdo lloj gjëje diskutoni apo shqyrtoni ditën e Mërkur. Si do shtet për atëre do mbetet, kështu që lodhuni sa të doni ju, realizimi atëre vjen. Për sa i përket ditës së Enjte, dita e Enjte është ja ku jemi, ju Vigjëresha, Peshku, Matan. Çka kemi në Peshk, Saturnin akoma. Këtu jemi tek Djediçi i fundit i shenjës tuaj, ku akoma jeni duke jetuar në atë fluckën e madhe të sapunit që kur të plasi suratit, që akoma çuditem se si po rezistoni dhe vazhdoni të besoni në nuk e di, në mashtrime, gënjeshtra, si po vazhdoni ta gënjeni veten tuaj, unë nuk e arrit ta kuptoj, ama kuptoni një gjë, këtu çfarëdo gjë që po ushqeni në imagjinatën tuaj, është thjesht imagjinat. Është thjesht imagjinare, është një gënjeshtër me cilën po ushqeni veten dhe shumë së shpejti kjo gjë do duket, domethënë që është e tillë. Kështu që çfarë do them? E thash gjithçka, ka shumë gjasa që janë duke jetuar në botën tuaj të ëndrave të çuditërave dhe kur kjo gjë të plasi kjo fluckë sapunit sikur se thash, do bini edhe ju nga qiejt, po pa parashut dhe pastaj është një mësim i vyer edhe kjo gjë, dhe nëse kjo është pjesë procesi të mësuarit për ju, atëherë dhe zhvillimit tuaj ashtu dhe qoftë. Por që po gaboni, le të themi, dhe këtë gjë ta kuptoni, uroj ta kuptoni ditën e Enjte, që një gabim të madh po e bëni shumë me jetën tuaj. Një personi të gabuar po i besoni, një realitet që s'është fare realitet, atij po i besoni, edhe jeni duke shkatëruar jetën tuaj pa e kuptuar që këtë dërmë po ja bëni vetë ju vetes. Pra kujdes mashtrimet, gënjeshtrat dhe keqorientimet ditën e Enjte ose entuziazmin e tepruar në lidhje me individ të rinj që takoni apo keni takuar prej pak kohësh, nuk janë të vërtet, janë thjesht ju thash, flucka sapuni. Kështu që bëni kujdes.
Për sa i përket pastaj ditës së premte, dita e premte është dita e fundit, e një fundit rëndësishëm. Pra nëse lidh ditën e njëjtë me ditën e premte, atëherë pëlqet lucka sikurse ju thashë, shikoni realitetin për atë çka është dhe më në fund merr fund një histori dashurie, një bashkëpunim, një jetë e trishtuar së koti, një vuajtje e madhe, një sakrificë e madhe, duke se kishin dhe peshkun aty, gjysmë peshk. Pra kuptoni që e sakrifikuar më kot për një situatë që nuk do ndryshonte kur, për një person që nuk do ndryshonte kur, për një të ardhme që nuk do vinte kur, nëse do vazhdonit në ato kushte. Pra këtu përfundon gjithçka dhe përfundon përfundimisht, por ama duke shpëtuar juve vetë. Pra është një fund i domosdoshëm që ju të mund të jetoni jetën tuaj bukur prej këteje në vazhdim dhe të keni dhe mundësi të tjera realizimi. Gjëra që nuk e kishit deri më sot, sepse vetë kishit privuar veten nga suksesi. Gjithashtu është edhe dita ku mbase, ndoshta, nuk e di, mund të merrni vesh se një person i juaj i dashur, i rëndësishëm, ose dikush që e njihni thjesht, por që keni një konsiderat për të, largohet nga jeta përfundimisht, e mbyll këtu rrugëtimin e tij në këtë jetë, por vjen pas një vuajtje shumë të madhe dhe nuk vjen me trishtim, vjen me çlirim të tipit shpëtoi ziu ose më mirë që ndodhi kështu. E kuptua, domethënë vjen me këtë lloj qasje ndaj jush. Po shpo, këtë gjë mund ta shikoni ditën e premte, për shembull, mund të jetë edhe kjo pjesë e ditës së premte si parashikim. Tani përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë ju çon në muajin korik. Nëse po flisni për një bashkëjetesë, nëse po flisni për një fejes, nëse do bisedoni për një martesë, ose nëse jeni shtatzën apo prisni një fëmijë, atëherë në korik është e realizueshme kjo gjë, ose nëse keni nisur një projekt dhe po punoni mbi një projekt të caktuar, në korik del realizimi, puna përfundimtare dhe shikoj se si është me fishek zjarri lart në qiell, do më po flasim për diçka shumë të rëndësishme, shumë të bukur, një sukses shumë të madh. Morët vesh, domethënë. Por sa i përket ditës së diel pastaj, këtu çfarë muaj jemi? Jemi muaj prill, maj, domethënë maj, qershor, korik, domethënë si të flasim për ditën e shtunë dhe ditën e diel, ato çka diskutoni ose ato çka po nisin apo jeni duke punuar mbi to, ja ku kanë realizimin brenda 3 muajve, domethënë shumë bukur jemi. Sikur dhe maj, qershor, korik tamam fix, 3 muaj apo jo. Ose prill, maj, qershor, korik e realizuar. Kështu që njësoj vjen si e shtuna dhe e diela, ju çojnë në muajin korik të dashurit e mi, por suksesi është i paimagjinueshëm dhe lumturia i te kalon pritshmëritë, e pat fishek zjarri në qiell, pulsasën të gjitha atje. Tani përsa i përket mesazhit të universit për ju, këtu duket sikur gjitha përgjigjet që kërkoni i dini vetë. Do me thënë, universi duket sikur ka besim tek ju, sepse ju keni besim tek vetja juaj. Dhe realizimi juaj fillon nga momenti që falni veten, gabimet që keni bërë, falni të tjerët, jeni më, sa thuash, empatik kundrejt vetes dhe të tjerëve, dhe është pikërisht momenti ku jo vetëm zhvilloheni, por fitoni lirinë tuaj dhe pavarësinë tuaj nga çfarëdo lloj gjë që u ka bllokuar deri më sot. Do me thënë, universi po ju jep lajmin shumë të bukur që kaq ishte. Pjesa më e madhe për jush po çliroheni nga vuajtjet e së kaluarës, duke hequr qafë edhe persona dhe situata që nuk ju nevojiten më, por edhe duke bërë paqe me veten. Gjatë kryesore, bëni paqe me veten. Dhe po, nuk keni për të kaluar më situatët që keni kaluar, pjesa më e madhe prej jush e keni mbyllur këtu. Përshëndetje një peshores dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj, një javë e rëndësishme me ato gjërat e bukura të vështira të vetat, por që keni besim tek intuita juaj, keni besim tek personat që vinë tani në jetën tuaj, shumë prej tyre mund të jenë duke ardhur, duke u shfaqur që të luajnë një rol shumë të rëndësishëm në jetën tuaj dhe të ndihmojnë të arrini edhe më kollaj ju suksesin në realizimin e ëndrave tuaja ose thjesht në suportin që ju ofrojnë dhe mbështetjen që ju ofrojnë për të arritur atje ku ju vetë ndoshta nuk arrini dot. Pra është një javë e rëndësishme, uroj ta shfrytëzoni siç duhet. Tani t'uroj një javë sa më të mbarë sikurse e nisa dhe përsa i përket ditës së hënë, ja ku jemi mundësit janë të pafundme, mjafton të dini të kërkoni, mjafton të dini të orientojeni, mjafton të dini të
dalloni se kush ju leverdis ose çfarë ju leverdis dhe jo, çdo gjë është e mundur. Pra, dita e hënë çdo gjë mund ta bëj të mundur, mundësitë janë të pafundme, mjafton që dhe ju të jeni vigjilent dhe të kuptoni që çdo gjë është në favorin tuaj dhe duhet shfrytëzuar. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është një ditë që psikologjikisht ju rëndon më tepër, do të thënë, edhe kuptoni shumë qartë që këto lexime nuk janë kur personale, as pak individuale, janë të përgjithshme dhe varet se kë kapin si energji. Atëherë jeni disa prej jush ditën e hënë, po prap, thash janë mundësitë të cilat duhet i shfrytëzoni. Varet se sa do i shfrytëzoni ju, pra çdo gjë është e mundur tash për sa i përket ditës së hënë, dhe uroj që t'i kapni mundësitë ashtu sikur se ju takon. Për sa i përket ditës së martë, është ajo dita ku keni parasysh ndonjëherë kur jemi mizerabël, dhe se jeta s'ka kuptim, dhe se s'kemi arritur asnjë gjë, dhe gjërat e si vetëm keq. Është momentale, por që mund t'ju çojë shumë poshtë. Do me thënë, mos lejoni që të bini kaq poshtë vetëm për shkak të një momenti plogështie apo një momenti dobësie që ju ose në cilin ju e shikoni çdo gjë të zymë, të errët, pa vlerë dhe pa nuk e di, pa arsye për të vazhduar. Është e përkohshme. Mundoni të rezistoni dhe çdo gjë kalon shumë shpejt. Por që po, dita e martë do ju sjellë atë ndjesinë e kotësisë, të mizerjes, le të themi. Mundoni ta kaloni sa më kollaj këtë pjesë. Tani, dhe mos lejoni personat ju çojnë në këtë farë feje. Nëse arrin në këtë farë feje për shkak individësh të caktuar, atëherë mirë t'ju gjej, që do i toleroni ata t'ju bëjnë të tillë, recka domethënë. Tani, për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë ju thotë që ëndrat, pritshmëritë, shpresa realizohen këtë javë. Pra kjo javë një ëndër e juaja mund të kthehet shumë mirë në realitet dhe mund të jetë që nga një mesazh që po e prisni, që nga një okay që ju jepet, që nga diçka që ju komunikohet, çfarëdo gjë ka të bëjë me komunikimin, duket se ose me kontrata të rëndësishme, ose me nënshkrim me kontratash, ose me mesazhe në përgjithësi dhe gjëra të tilla, duket se këtë javë janë të realizueshme. Brenda javës, domethënë, gjëra të tilla janë të realizueshme për ju. Pra, do realizohen këtë javë. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte ja ku jemi direkt që ditën e enjte, një çështje që ka lidhje me punën, me karrierën, me statusin, me një udhëtim të largët, me një çështje tregtie, me jashtë shtetit, me strirje të aktivitetit tuaj jashtë shtetit apo me një investim të huaj në aktivitetin tuaj këtu brenda shtetit ose me një çështje ligjore gjyqësore, duket se çdo gjë e tillë është e zgjidhshme dhe është në favorin tuaj dhe madje reputacionin tuaj e çon në maksimum në qiej. Tani nëse këtu jeni të angazhuar me politikën, bravo ju qoftë, sepse mirë po ju ecin gjërat edhe më mirë do të ecin akoma. Tani, për sa i përket ditës premte, jemi në të njëjtën linjë, apo ju thash, çështje ligjore, gjyqësore, por që ju dalin për mirë. Këtu mbyllet një çështje e tillë. Mund të jetë që nga një çështje divorci që më në fund mbyllet, mbaron dhe shoqëro zot shpëtuam, e deri tek një mosmarrëveshje që mund të keni pasur, se nga një prishje kontrate, bashkëpunimi, e gjëra të tilla, por që sido që të jetë dalin në favorin tuaj dita e premte. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë ju thot diçka dhe më të bukur akoma. Ky muaj ju çon juve në realizimin ose përmbushjen e një përmbushjen e fatit tuaj, do të ishte pse jo. Kështu që nuk është rastësi S dhe N, i bie që shumë qartë brenda këtij muaji ju duke dalë nga zona juaj e komfortit mund të arrini të bëni diferencën në jetën tuaj dhe të shkoni drejt realizimit të qëllimit tuaj pikërisht në këtë jetë. Pra brenda këtij muaji është çdo gjë e shkruar të ndodhi, suksesi juaj dhe arritjet tuaja, dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel ju thot për sa i përket zhvillimit, për sa i përket suksesit, për sa i përket arritjes, famës, pushtetit, realizimit, prosperitetit, të ardhurave, një çështje dashurie ose një fëmije, kjo gjë është e mundur brenda kësaj vere. Edhe kështu mbyllet java për ju dhe shumë e bukur. Dhe përsa i përket mesazhit që universi ka për ju, atëherë ajo çka po ju thotë është se mos keni ndrojtje të kërkoni këshilla atje ku këshillat ju duhen. Ju a thash që kjo javë sjell individ të rëndësishëm në jetën tuaj, të cilët do të t'ju këshillojnë, t'ju orientojnë e me radhë, po bëuni gati sepse një ndryshim shumë i madh po vjen në jetën tuaj, edhe është një ndryshim i cili ju dallon si individ, pra ju ndihmon të bëni diferencën në masa,
ose brenda masave dhe ju fal pavarësinë tuaj. Pra bëuni gati për pavarësi, bëuni gati për individualitet ose tatuash ndriçim të personalitetit tuaj dhe të unit tuaj, dhe kjo është pjesë e një prej ndryshimeve të mëdha që po vinë në jetën tuaj. Sido që të jetë, keni besim tek talentet tuaja, tek aftësitë tuaja, tek aftësitë për të komunikuar, tek aftësitë për të bindur, dhe çdo gjë është në favorin tuaj. Kaq duhet të mbani mend. Përshëndetje shenja Akrepi, dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj, një javë e rëndësishme shumë me të drejtën, sidomos për ju, siç ishte edhe për Demi, Luanin, ashtu edhe për ju, ashtu edhe për Ujorin, sepse ashtu janë ngjarjet e kësaj jave, çik intensive, të forta, me intensitet të lartë, po është e vërtet, me acarim gjithashtu, me debate, atje ku nuk janë zgjidhur çështje që sjellin debate, ose që lindin debate. Bë kujdes me shpejtësinë, kujdes si flisni, si argumentoni fjalën, me radhë, po që po kujdes këtë javë. Sido që të jetë në vija të përgjithshme, do ju them unë, një javë të mbarë të keni dhe uroj gjërat të jenë sa më të lehta, sa më mirë le të vinë për ju, dhe nisim me ditën e hënë ku, sipas ditës së hënë, çfarëdo gjë ka të bëjë me studime, pikë së pari, çfarëdo gjë ka të bëjë me studimin e një çështjeje, me shqyrtimin e një çështjeje, me analizën e një situate. Çfarëdo gjë ka të bëjë konkretisht me çështje ligjore, gjyqësore, ku ju duhet ndoshta dhe ndihma e një eksperti, me një çështje shëndetësore, pse jo, atëherë këtu çdo gjë është e arritshme dhe çdo gjë është e mundshme. Duhet të kuptoni se dita e hënë ju lejon që vetë të ndërmerrni iniciativa, apo vetë të arrini konkluzione, apo vetë të zgjidhni situata të rëndësishme. Idet janë tuaja, zgjidhja është e juaja dhe çdo gjë është e mundshme. Atje ku mbase ndoshta nuk do arrini dot vetë ta zgjidhni situatën dhe do keni nevojë për ndihmën e një specialisti, ndihma e këtij specialisti nuk ka për të ndihmuar dhe të dy së bashku palët të arrini në sukses. Okej, përsa i përket zgjidhjes së një situate ose tash vendimarrjeve të ndryshme. Ose mund të diskutoni edhe për çështje pune që ju favorizojnë dhe favorizojnë goxha. Çështje ligjore gjyqësore gjithashtu. Pra mund të keni ndihmën e një avokati i cili ju ndihmon të dilni nga situata e vështirë goxha. Tani përsa i përket ditës së martë, dita e martë është një ditë që, çfarë do të them, suksesi është i juaj, lumturia, jeni pjesë, lumturia është pjesë e jetës tuaj, gëzoni njohje në ambientin që ju rrethon, pra mund të jeni të famshëm brenda kësaj dite, njohja dhe sa thuash, njohja e aftësive tuaja dhe i suksesit tuaj vjen nga të gjithë, bëni pjesë e një komuniteti. Kjo mund të jetë që nga një pjesëmarrje në një aktivitet kulturor, shoqëror të madh, ku duar trokiteni dhe vlerësoheni nga të gjithë, e deri në një ambient pune ku arrihet një rezultat shumë i rëndësishëm, që me sa duket ju jeni nisma e këtij, ose ju jeni epiqendra këtyre fjala e këtij realizimi, ose mund të ketë të bëjë edhe me zyra të rëndësishme, zyra administrative, le të themi më tepër, administrata le mund të jetë këtu, ose mund të jetë edhe marrja e një lajmi shumë të rëndësishëm, si për shembull marrja e një dokumenti të rëndësishëm nga ana juaj, letrat, siç i thoni ju shpesh, por që do të jetë bëni pjesë e një komuniteti. Mund të jetë edhe një ditë ku ju bëhet një kërkesë shumë e rëndësishme nga bashkëpunimi, ka fjalën gjithmonë nga një kompani e rëndësishme, nga një televizion i rëndësishëm që jeni brenda mediave, është dita ku ju bëhet një reklam shumë e bukur dhe ku thjesht gëzoni atë admirimin edhe mbështetjen e personave të rëndësishëm për ju, por edhe mund të jetë një ditë fejese, për shembull dikush e bën një propozim edhe nëse është ditë suksesi, le ta them kështu. Tani, përsa i përket ditës së martë dhe mërkur, dita e mërkur tregon se çfarëdo gjëje nisi dhe kishte gjëra brenda kësaj vjeshte që lam pas, përfundojnë në tetor të këtij të vitit që vjen në fakt, sepse ky ska kemi? Po kemi si s'kemi, që afta kotu. Në tetor i bie të këtij viti, dhe këtu ka të bëj me përmbylljen e një situate
të rëndësishme. Edhe në fakt po jemi në një fazë ku do kemi diçka të tillë, por që sido që të jetë, po në tetor ndryshon jeta juaj ose mbyllet një cikël 10 vjeçar i jetës tuaj. Dhe këtë gjë sepse nis ditën e mërkur, do unë thashë kjo javë të tillë natyrë ka, merr pjesë Plutoni, merr pjesë Marsi, është pak a shumë e tillë, eklips. Kështu që do e shikoni qartë ditën e mërkur se çfarë sjell, por ama fundi luhet fare aty diku nga tetori, asaj gjë që do ndodhi, me sa duket ditën e mërkur. Tani, për sa i përket ditës së thjesht kushtoj një rëndësi kësaj gjë, po them, është i larg pamëse, jo çon larg në kohë, por është shumë e rëndësishme. Tani, për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku bëni kujdes mashtrimet, gënjeshtrat, dikush i cili po i premton qiejt edhe yjet bashkë me të, as pak të vërteta si ka fjalët që thot, premtimet e tija janë totalisht gënjeshtra dhe mashtrime, kështu që bëni kujdes. Ditën e enjte, ajo çka shkëlqen nuk është fare flori, është e kundërta, por kujdes edhe ju, sepse dashje pa dashje mund të bëni pjesë e një mashtrimi dhe ta gjeni veten keq pastaj. Kështu që kujdes mashtrimet, gënjeshtrat në total. Përsa i përket ditës së enjte. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është një ditë e cila, pra më tepër do thosha, keni besim tek aftësitë tuaja, keni besim tek intuita juaj dhe keni për të dalë me shumë sukses. Atje ku ju nuk do arrini do të keni suksesin që prisni, do ju ndihmojnë individ të tjerë, por të paktën përsa i përket karrierës, përsa i përket prakticitetit, përsa i përket çështjeve që u lidhin me zyra, me institucione, këto të gjitha gjejnë zgjidhje ditën e premte dhe situata kthehet në favorin tuaj, ose ju mund të dilni si një person të jeti besueshëm, që çdo gjë që merr përsipër e realizon, edhe sigurisht që njohja dhe vlerësimi vijnë nga të gjithë, por edhe kjo mund të shpërblet dhe me një ndim financiare për ju. Sido që tjetë është një ditë e bukur përsa i përket realizimeve të punës, karrierës dhe çështjeve shoqërore me rëndësi të madhe për ju dhe për imazhin tuaj. Edhe zyrave, pse jo, sikur se thash. Tani përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë ju çon në janar fare. Do me thoni bie që këtu planet që do të thurni, bisedat që do bëni, ato çka do planifikoni, do ju çojnë deri në janar. Në janar realizohet çdo gjë. Edhe, ose, në qoftë se ka nisur të situata në janar, atëherë tani shikoni avash realizimin e tyre. Megjithatë, janari, të shohim se si do varet, si do përkthet në jetën tuaj dhe secilit prej jush. Dhe përsa i përket ditës së diel, shikoj të gjitha këto muaj që po dalim, janar, shtator, tetor që u doli pak më përpara, po kështu është. Do me thënë, duhet të kuptoni që do kemi goxha lëvizje në aksin tuaj dem akrep pak më vonë në kohë dhe të gjitha këto zhvillime çojnë pikërisht në këta muaj që shikoni këtu. Pra dita e diel ju çon përsa i përket ëndrave, ndryshimeve spirituale më tepër, do të thënë do ndryshoni goxha si individ, do pësoni akoma ndryshime, ju çojnë aty diku në shtator. Shtatori ama sjell dhe realizimin e ëndrave që kishin vetur për gjysmë. Kështu që keni për ta parë këtë pjesë. Do më kujtoni në këto postime që po bëjmë sot. Bye. Dhe përsa i përket mesazhit që universi ka për ju, atëherë çfarë do themi? Këtu keni një mundësi shumë të mirë për të bërë diferencën në jetën tuaj. Është një mundësi e cila favorizon nismat e reja, nismat e reja ama të cilat keni për t'i parë pak më vonë, siç u thash, të përkthyera në kohë të realizuara, ama sido që të jetë keni besim te çdo gjë që po mbaron tani. Është shumë e rëndësishme, duhet ta kuptoni se po mbaron që ju të gjeni realizimet e vërteta të jetës tuaj pak më vonë. Pra keni besim te çdo gjë që mbaron tani dhe që të sjell fillime të reja në jetën tuaj. Mund të keni dhimbje tani, të përjetoni dhimbje me këto që do mbyllni si kapituj të jetës tuaj, por dhe dashuria e vërtet vjen pas kësaj, dhe realizimet e mëdha vijnë pas kësaj, dhe ëndrat bëhen realitet vërtet pas humbjeve që mund të keni pikërisht tani. Pra mos keni frikë nga humbja, sepse fitimi është më i madh. Kjo është edhe mesazh që keni nga universi. Përshëndetje shenjë shigjetari dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë e cila të shohim se do ju vej 50-50 mund ta quaj, 50-50. Kujdes akoma do të mëni ju të dihet diçka të fundit, kjo gjë dihet. Sido që të jetë është një javë që do pak kujdes, qetësi, nëse mundemi t'i marrim gjërat me qetësi.
Tani, t'ju uroj një javë të mbarë se do që t'jetë dhe filloj me ditën e hënë, e cila është një ditë që jam me vështirësi edhe ju, me përpjekje, me mundime, herë me mosbesim edhe vetë se do ja dilni, kjo vjen edhe si pasojë e mosbesimit që të tjerët kanë ndaj lëvizjeve tuaja, ju shikojnë çik me dyshim, përsa i përket aftësive, nismave, nëse do ja dilni apo jo. E shikojnë që çdo gjë keni marrë përsipër e doni ta realizojnë, ta çoni më së miri deri në fund. Ka momente që dorëzojeni, ka momente që edhe më tepër, sa thua, ngulni këmbë për t'i bërë gjëra të realizueshme, unë them se keni për t'ia dalë. Në fund të ditës së martë, çfarë do gjë me cilën jeni angazhuar, ose do të jeni angazhuar, keni për t'ia dalë me sukses. Thjesht vazhdoni punën tuaj dhe mos dëgjoni të tjerët, keni besim tek intuita juaj dhe aftësitë tuaja dhe çdo gjë del në favorin tuaj. Por kujdes, cili do personi cili do të vazhdoj akoma të jetë me ju në jetën tuaj, duke i dhënë ju atij personi një mundësi tjetër të dytë apo tretë apo të katërt, nuk e di sa i ta është, duhet ta meritoj me të vërtetë. Po do ta vini në provë. Dhe çfarë të rezultoj pastaj. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë sjell mesazhe shumë të rëndësishme, sjell lajme shumë të rëndësishme për ju. Në këto mesazhe, lajme që merrni mund të jetë okay përsa i përket një nisme tuajën, përsa i përket një iniciative që doni të ndërmerrni, përsa i përket një pritshmërie që keni në lidhje me një punë, me një kontratë, me një person, çfarë do gjë qoftë, mbart mesazhin që ju kërkoni dhe çdo gjë duket e realizueshme dhe në favorin tuaj. Përsa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë ju thotë që përsa i përket ndryshimeve që po vinë në jetën tuaj, rezultatin e këtyre ndryshimeve do ta shikoni pas 6 muajve. Dhe nëse në diçka po investoni aktualisht, qoftë një person, apo një biznes, apo një sipërmarrje, apo investime në vija të përgjithshme, fitimet do i shikoni pas 6 muajve. E sigurt kjo gjë. Tani përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku bien maskat, ose ta thuash jeni lodhur nga rolet. Nga rolet e shumta që keni luajtur për shkak të konformitetit të shoqërisë, domethënë që të jeni në përputhje me të gjithë, edhe pse nuk e keni për zakon. Pra keni shkelur mbi veten tuaj, mbi parimet tuaja, le të themi kështu, mbi të vërtetën tuaj. Pse? Sepse ashtu e donte shoqëria, ashtu e doni njerëzit, ashtu e do familja, ashtu e do martesa, nuk e di unë se çfarë, po jeni lodhur. Jeni lodhur dhe nuk doni më të vendosni maska, nuk doni më të luani role, dhe keni për të qenë shumë të drejtë për drejtë ditën e enjte dhe me veten po dhe me të tjerët. Nuk e di se kush do lëndohet nga e gjithë kjo, pa sigurisht që do ketë individ që do lëndohen nga fjalët tuaja, do lëndohen nga gjithçka keni për të thënë, edhe pse nuk ju vë faj, çfarë do gjë do të thoni do të jetë ashtu sikurse ju e thoni dhe do të keni të drejtë në çfarë do gjë që do thoni, por do të ketë reagime. Këtë gjë duhet ta dini, do t'ua them. Ama prej këtej në vazhdim, e sigurt është një gjë. Nuk do të jeni më, ose nuk do ta ndjeni më veten të detyruar të përshtateni asnjë roli shoqëror, sikur të thash, apo çfarë do lloj roli tjetër keni luajtur deri më sot. Do të jeni vetvetja në ky moment në vazhdim, pavarësisht se sa do ju kushtoj kjo gjë. Ama në fund do jeni vetvetja. Zot, përsa i përket ditës së premte, dita e premte është një ditë që gjithmonë do vazhdoni punën siç e keni nisur, përpjekjet tuaja për të pasur rezultat. E dini që rezultati është aty, e dini që është çështje kohe që të arrihet ai rezultat, dhe koha e cila ju duhet që të realizohet kjo gjë, është diku aty në 2 muaj me 2 muaj gjysmë prej këtij momenti e në vazhdim. Do me thënë, vazhdoni punën, por e dini me saktësi se sa kohë ju duhet që kjo gjë të ketë rezultat. Çfarë do gjë jeni duke bërë deri tani. Dhe rezultati është tash. Aty te 2 muaj e gjysmë prej këtij momenti në vazhdim. Pra janë gjëra fatgjata, janë gjëra të po shtrohet rruga tani për të pasur rezultatin pak më vonë, por ama është i prekshëm 100%, është i realizueshëm 100% ajo gjë që po kërkoni të realizoni ose po prisni të realizohet. Përsa i përket tani ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që besomëni, pavarësisht vështirësive që keni kaluar, pavarësisht bastunëve në rrota dhe tërslëshjeve dhe anullimeve dhe çfarë do gjë pra që është bërë pengesë në realizimin e dëshirave tuaja, ato çka kërkoni të realizoni, vinë edhe më shpejt nga shprisit ju realisht. Me thënë,
shumë më shpejt nga ç'prisnit, gjëra do bëhen realitet. Dhe këtë gjë ta shikoni, dita e shtunë e afron gjithnjë më tepër tek ju. Për sa i përket, pra, ta zëm, në qoftë se dikush ju thot diçka ditën e shtunë, ta zëm flisni për një bashkëjetesë, ose për një bashkëpunim, ose për hedhjen e një pune tuaje në treg, ose realizimin e një projekti, dhe vendoset një datë e caktuar, atëherë nuk do ndodhin atë datë që po diskutohet, do ndodhi shumë më shpejt dhe shumë afër në kohë nga ajo datë që po diskutohet ajo lloj gjëje që ju do të diskutoni ditën e shtunë pra. Përsa i përket pastaj ditës së diel, dita e diel është dita e zhvillimit. Tash jeni duke u zhvilluar, jeni akoma duke u zhvilluar dhe jeni pjesë e këtij procesi të zhvillimit, kështu që çdo gjë që po diskutoni, po punoni, po realizoni ditën e diel, është thjesht pjesë e procesit, e gjithë procesit, i cili tham se kur finalizohet. Pas 6 muajve, në total, ama si do që tjetë ka dhe gjëra brenda këtij procesi që vinë shumë më shpejt se sa kur momentit që e prisnit ju. Ama jeni akoma pjesë e transformimit. Dhe dita e diel është tipike e tillë. Tani për sa i përket mesazhit që universi ka për ju, atëherë përsëri po flasim për pengesa, përsëri po flasim për vështirësi, por po flasim gjithashtu edhe për arritje, që do të thotë mos u stepni, mos u friksoni nga vështirësitë, nga pengesat, keni besim tek vetja juaj, të rezistent, mundon të jeni rezistent dhe mos harroni që të gjitha këto gjëra që po ndodhin, gjitha këto pengesa me të cilat po haseni dhe po përballeni, janë pikërisht ato që ndërtojnë karakterin tuaj, ndërtojnë vendosmërinë tuaj dhe ju falin eksperiencë dhe ju çojnë drejt suksesit. Në fund jeni ju ata të cilët do qëndroni në maj të piramidës që po ndërtoni tani. Përshëndetje Shenjë Briciapi dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj, një javë e rëndësishme, aq sa mund të jetë e rëndësishme, varet nga harta e secilit prej jush. Nëse keni planete të rëndësishëm dhe dini këtë gjë, ascendent, Hën, Merkur, Mars, Afërdit në shenjat fikse dhe Makrep, Luan dhe Ujor, sidomos në 10 ditën e parë të këtyre shenjave, do më bëni që kujdes këtë javë. Është një javë që pak a shumë kam përshtypjen do na ndikojë të gjithëve, ca më shumë e ca më pak, por do të bëjmë kujdes. Kujdes nga nxitimi, kujdes nga fjalat si e drejtojmë, kujdes se si perceptojmë gjërat, nga lodhja, nga vështirësitë e përgjithshme. Është një javë konfliktuale, dhe individualisht konfliktuale, por edhe anë mban botës kemi për të parë plot, të dëgjuar plot. Sido që të jetë uroj një javë të mbarun, sido që të jetë, sepse çdo gjë fillon nga dëshira për vetvete, nëse duam të jemi mirë dhe themi jam mirë dhe mbaron mbyllet aty. Kështu që uroj të jetë një javë shumë e bukur dhe shumë e mirë për ju. Atëherë dita e hënë. Dita e hënë është dita ku nuk merrni vendime të rëndësishme, çfarëdo gjë më të duket si zgjidhje është e përkohshme dhe mund t'ju vonoj ose mund t'ju bëj pengesë për realizimin ose arritjen e diçkaje më të madhe, kështu që mos u ndjeni të detyruar të vendosni në lidhje me të ardhmen tuaj, çfarëdo gjë qoftë ajo ditën e hënë, prisni, sepse nëse zgjidhni diçka pikërisht ditën e hënë, mund të bëheni pishmën duke parë mundësi që vijnë pak më vonë, dhe duke qenë se do keni zgjedhur, nuk do keni më mundësi zgjedhje, kështu që quhet dështim. Ndaj dhe unë ju këshilloj të mos zgjidhni, mos të bëni zgjedhje ditën e hënë në lidhje me asnjë gjë të mundshme. Sidomos nëse është diçka e rëndësishme dhe ka lidhje me jetën tuaj afatgjatë, qoftë një kontratë pune, apo qoftë një marrëdhënie, apo qoftë çfarëdo gjë qoftë. Tani përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita e pritshmërive, pra dita e hënë dhe dita e martë nuk favorizojnë nisma të reja, nuk favorizojnë iniciativa të mëdha. Ama përsa i përket ditës së martë, do të thosha edhe këtë, edhe të rish tani të presësh. Tani jemi në pritje që ka lidhje me individ të tjerë që mund të sjellin ndryshim në jetën tuaj, jo me juve vetë, jo me zgjedhjet tuaja, por në pritje të diçkaje që varet nga dikush tjetër. Këtu do ju thosha mos prisni. E kundërta e asaj që thash ditën e hënë. Këtu duhet të kuptoni se kur dikush nuk e ndan dot mendjen, duhet ta ndani ju. Pra o bëhet o s'bëhet, o pik mirë pafshim. E kuptoj, do të thënë kujdes me këtë pjesë, vendosni ju, përsa i përket ditës së martë, nuk ja vlen të prisni. Plus mund të jeni në një situatë ku të thuash ndjeni për dikë, e shikoni për së largu, keni kohë që e vështroni, prisni që ai të hedhë një hap, të marrë një vendim, po që nuk po merr asnjë vendimi, atëherë duhet të kuptoni që është diçka platonike, është diçka jo reale, nuk mund të mbisni kohë me diçka që thjesht po e ndërtoni në imagjinatën dhe në mendjen tuaj.
Kështu që ndajeni edhe ju çik shapin nga sheqeri dhe qartësoni pak në lidhje me situatat e ditës së martë, sidomos nëse këto situata lidhen me individ të caktuar. Për sa i përket tani ditës së mërkur, dita e mërkur ju thot se dita e hënës së re është data 27 e këtij muaji. Dhe çfarë do gjë ju çon afër kësaj date, çfarë do gjë nis, se shikoj çdo gjë nis me çik vështirësi. Në datën 27, tash është kjo java që ndikon dhe kulmohet në datën 27. Realizimin më të mundshëm e ka jo këtë muaj, por muaj që vjen, në hënën e re të muajit që vjen. Kështu që të mërkurën do shikoni se çdo gjë po ju çon ose çfarëdo gjë po krijohet tani, ju çon si realizim jo në këtë hënë të re që është e këtij muaji, por të muajit që vjen. Tani, për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku merrni uroj, të arrit të hapni syt, të kuptoni se sa të manipuluar jeni, se sa keni lejuar individ të tjerë t'ju çojnë ku kanë dashur dhe si kanë dashur, që nuk keni pasur fare forcë të ndërhyni ose të keni ju vendimarrjen e gjërave të rëndësishme të jetës tuaj. Do të kuptoni se keni qenë pjesë e një loje, një teatri ku duket sikur protagonistët ishit ju, por në fakt ju drejtonin të tjerë, dhe ka ardhur momenti tani pikërisht të hapni sytë të kuptoni sa të manipuluar ishit dhe të merrni më në fund drejtimin e jetës tuaj në duart tuaja. Pra, dita e enjte ju tregon në mënyrën më brutale të mundshme se sa të manipuluar keni qenë, të keq orientuar keni qenë dhe se as pak nuk keni pas kontroll mbi veten, jetën, ëndrat, pritshmëritë, realitetin tuaj. Dhe ju jep mundësinë që t'i shkëputni këtë lloj marrëdhënies toksike dhe ta merrni vetë drejtimin e jetës tuaj prej këtij në vazhdim në duart tuaja. Por nuk do jetë e lehtë mënyra se si vjen kjo gjë. Hapja e syve nuk ka për qëllim diçka e lehtë. Ta përjetoni goxha. Përsa i përket tani ditës së premte, dita e premte është ditë pune, sigurisht, po punoni dhe ju për një projekt të rëndësishëm, po jepni dhe ndihmën tuaj sa mundeni, po harxhoni shumë kohë, shumë energji, por jeni rezistent, jeni të përkushtuar, jeni të vendosur që çdo gjë ta çoni atje ku duhet, me përpikmëri, me vendosmëri, sikurse thash, dhe me profesionalizëm, ashtu sikurse dhe ju karakterizojnë këto tipare. Se çfarë do të jetë rezultati? Rezultati do të jetë sukses i madh. Po që s'do të jetë dita e premte këto tipare ka. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë ju thotë të lëvizni, mos të prisni, mos të silleni kod vërdall, por të jepni vetë përparësi vetes tuaj, çfarë do gjë doni të arrini e arrini vetë, nuk ka pengesa. Kështu që thjesht mos u sillni vërdall, po bëni çfarë keni për të bërë dhe arrini suksesin, sepse arrini vetë. Dhe përsa i përket dashurisë mbi të gjitha, ju që po e kërkoni dhe akoma se keni gjetur, ose çfarëdo gjë ka të bëjë me dashurinë, me një fejesë, me një martesë, me një bashkëjetesë, ose dhe me ardhin e një fëmije në jetën tuaj, ose me realizimin e një plani shumë të rëndësishëm ku bashkëpunëtor jeni ju dhe partneri juaj, atëherë në shkurt keni për t'i parë realizimet e kësaj gjëje pra që ka nisur dhe po ndërtoni së bashku. Ose nëse nuk e keni gjetur atë person, duket që diku aty në shkurt vjen. Por ju pastaj që dikush ka hyrë në jetën tuaj në muajin shkurt, mbase dhe po vendosni për gjëra më të rëndësishme, ose do vendosni për gjëra më të rëndësishme, më konkrete, brenda ditës së diel përsa i përket të ardhmes. Por, duke që është lartpamse, atëherë le të themi synon më tepër shkurtin e ardhshëm se sa atë që lan pas. Tani përsa i përket mesazhit që universi ka për ju, këtu gjeni se çfarë po ju troket në derë, prosperiteti po ju troket në derë, nivelet e energjisë tuaja janë shumë të larta dhe sigurisht që kjo përkthehet në sukses, në harmoni, në arritje, është gjithçka keni kaluar tani ka qenë pjesë e një udhëtimi pa kthim, ku keni ndryshuar, jeni zhvilluar, jeni rritur, maturuar, keni mësuar të vetë disiplinoheni, edhe më në fund çfarë ndodh? Arrini suksesin tuaj. Dhe arrini suksesin tuaj dhe përsa i përket dashurisë, sepse personi jetës tuaj pikërisht përmes këtyre vështirësive duket se
shfaqur dhe jep mundësinë të zhvilloheni edhe më tej. Pra, çdo gjë është e mundur dhe është pjesë e një tabloje më të gjerë të jetës tuaj që thëret prosperitet, zhvillim, arritje dhe çfarëdo gjë tjetër mund të keni dëshiruar të keni. Përshëndetje shenjë ujori dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë ku ju të 10 ditësh të parë do më bëni kujdes, do mos juve të 4-5 ditëve të para të 10 ditësh të parë, pra që keni lidhur në 4 ditët e para të shenjës tuaj. Deri në datën 27 do më bëni super kujdes. Sepse lëvizjet planetare janë të tilla që ju bëjnë të jeni dhe të irrituar, dhe të nxituar, dhe të përfshirni debate, përplasje, konflikte, kështu që bëni kujdes aksidente, kështu që bëni kujdes ju lutem shumë. Plutoni është në shenjën tuaj, Marsi është në Luan, kuptoni shumë qartë që krijohen aspekte jo fort pozitive, kështu që ju lutem shumë të më bëni kujdes brenda kësaj jave, goxha kujdes. Kulmohet java dhe me një hënë të re në shenjën e Demit, kështu që kuptoni se si vjen gjërat. Sido që të jetë, thash, tani prap, pavarësisht gjërave që gjithmonë ndodhin për një arsye të caktuar, uroj që rezultati të jetë pozitiv. Kështu që uroj një javë të mbar sido që të jetë. Dhe përsa i përket ditës së hënë, bravo, shumë bukur, dita e hënë ju tregon shumë qartë që jeni të llastuar të dashurit e mi. Që po qani fatin tuaj të zi, ndërkohë që nuk e kuptoni se s'doni të pranoni që vetë keni çuar veten në këtë lloj fati të zi dhe, se ç'është dhe më e bukura, vetë e keni bindur veten që s'ka dhe zgjidhje, ndërkohë që zgjidhjen e keni vetë në duart tuaja. Pra, përsa i përket një situate në të cilën e keni vendosur veten, bllokuar veten do thosha, dhe mendoni se nuk ka zgjidhje, atëherë duhet të kuptoni se jeni ju vetë ata të cilët insistoni veten ta mbani të bllokuar, insistoni veten ta bini se s'ka zgjidhje, kur ndërkohë zgjidhja është aty, është e prekshme dhe mjafton një lëvizje e vogël nga ana juaj dhe çdo gjë të përkthehet me sukses dhe ju të shpëtoni më në fund nga këto shirita ku e keni lidhur veten tuaj dhe ta shpëtoni veten nga toksiciteti, Pra të shkëpusni marrëdhëniet lidhjet me toksicitetin e jetës tuaj, keni juve vetë në dorë dhe asnjë pengesë nuk ka, përveç trurit tuaj që ka bindur se s'ka zgjidhje. Kaq e thjeshtë. Përsa i përket tani ditës së martë, dita e martë sjell fitim për pjesë më të madhe prej jush, është një fitim i papritur, mund të jetë që nga një person që vjen papritur në jetën tuaj dhe ju ndryshon jetën, përsa i përket karrierës, statusit, imazhit, ëndrave, pritshmërive. Kështu që ose përsa i përket fitimeve, juve për shkak që pëlqejnë lojrat e fatit dhe doni të provoni fatin tuaj, me sa duket këtu bingo do bëni, dhe bravo ju qoftë. Ama, duke qenë se është një ndikim goxha i gjerë në kohë, është ka fat të gjatë në kohë, besomeni çfarëdo gjë mund të jetë investimi një momenti, diçka e papritur, diçka e pamenduar, një risk më i momentit, ka për të ndryshuar jetën afatgjatë. Ama kujdes, është vetëm një fraksion sekondi, varet se kush do e kapi, që të sjellë këtë lloj të bëj diferencën në jetën e vet, të sjellë këtë ndryshim kaq të madh në jetën e vet. E bukur kjo. Përsa i përket tani ditës së mërkur, dita e mërkur ju thotë do ti të shikosh ndryshim në jetën tënde, pavarësisht se çfarë e bukur po vjen, në qershor do ta kesh mundësi ta bësh këtë gjë, dhe aty në qershor favorizohet çfarëdo lloj nismere, favorizohet çfarëdo lloj gjëje ere, favorizohet çfarëdo lloj gjë ka të bëjë me sistemimin, realizimin, atë çka kërkoni të vi ndryshe në jetën tuaj, në qershor prisni se erdhi, ose për çfarëdo lloj gjë po nisi tani, po rregulloni, sistemoni, po do nuk e di, arsyetoni në mendjen tuaj, në qershor. Aty është momenti. Tani përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte ju thotë s'ka më kthim pas. Nuk ka rëndësi çfarë te, çfarë ste, çfarë premtove, do ktheshe, do bëje, po ç'ke ti më prit, nuk ka më prit, nuk mund të prisni më, do vazhdoni përpara. Pra, çfarëdo gjë duhet të kuptoni që nuk u realizua deri më tani. Pavarësisht sa u lodhët, u përpoqët, u munduat, do realizohet në një të ardhme. Pra, është e ardhmja që po ju thëret, dhe përsa i përket punës, karrierës, dhe përsa i përket dashurisë, dhe përsa i përket financave, dhe përsa i përket gjithë ndryshimit që vjen në jetën tuaj, ndryshimi vjen në jetën tuaj larg në kohë dhe drejt së ardhmes.
E kaluara nuk është në pjesë e jetës tuaj dhe këtë gjë ta kuptoni shumë qartë dhe shumë bukur ditën e njëjtë. Kështu që nëse se kishit një pritshmëri për sa i përket situatave të kaluarës, me persona, me individ, me kontrata që ndoshta doni të rishurtonit, të rishikonit, një vend pune ku doni të ktheheshit ose një situatë të rijetonit, nuk do ndodhi më. Ka mbaruar dhe thjesht vazhdojmë përpara. Për sa i përket pastaj ditës së premte, dita e premte sjell një mesazh që nuk ju pëlqen shumë. Dhe është një mesazh i cili ka të bëjë me ju personalisht, po dhe me persona që ju lidhin, me thënë të drejtën, kështu që është një lajm i cili nuk do i pëlqej sepse thjesht sjell mos realizimin e një ëndre tuaj, një dëshirën tuaj, mund të ketë të bëjë me një çështje ligjore që nuk do ecë ashtu siç doni ju, me një marrëdhënie me një person që nuk vjen siç e prisnit ju, me çështje që kanë lidhje edhe me karrierën, kanë lidhje edhe me një bashkëjetesë, kanë lidhje edhe me familjen, por që prap janë situata të cilat pavarësisht se nuk ju pëlqen mënyra se si po vinë apo lajmet që do merrni në lidhje me këto, prap zgjidhje ka. Është diçka e përkohshme, por sado i përkohshme qoftë prap një mesazh po ua jep për sa i përket ardhmes. Kështu që do merrni një shqetësim të vogël për sa i përket ditës së premte, por duhet të kuptoni se nuk duhet ta anashkaloni. Do kaloj, por prap nuk duhet ta anashkaloni. Kaq mund t'ua jap si këshill. Tani, për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që ju thotë, "Ore për pak ditë prisni sepse kjo gjë u bë." Çfarë mund të jetë? Nënshkrimi një kontrate, një bashkëjetesë, blerja një banese, një shpërngulje, një punë e re, një ëndër e re, një projekti juaj që hidhet në treg, ju jeni artista, jeni promovuesa, jeni nuk e di çfarë do gjë qofshit, një fëmijë që vjen në jetë, për pak ditë erdhi. Shumë bukur do gëzohemi, për pak ditë një ëndër e juaja, një pritshmëri e juaja, diçka që po gatuani t'ja kubet realitet me pak fjalë. Dhe për sa i përket, pra prisni dhe pak ditë ju thot dita e shtunë, sepse kjo gjë ja ku është e prekshme. Dhe për sa i përket ditës së diel, dita e diel, bravo, shumë bukur, pak ditë dhe pastaj jemi në pak javë. Pak ditë për sa i përket gjërave që do diskutoni, do shqyrtoni ditën e shtunë, dhe pak javë për sa i përket komplet ndryshimeve të mëdha që po prisni të ndodhin në jetën tuaj, për sa i përket një lajmi që po prisni, për sa i përket një dokumenti që po prisni, për sa i përket një okej që po prisni, kjo gjë vjen pas pak javëve, do të thënë brenda muajit maj. Dhe këtë gjë mund ta vërtetoj unë edhe ndryshe, po që po kështu është, kështu qëndron. Dhe për sa i përket mesazhit të universit kundrejt jush, po çfarë do gjë ka të bëjë me marrëdhëniet, që ju a thash pak a shumë, çfarë do gjë ka të bëjë me balancimin e jetës tuaj, me ekuilibrin e jetës tuaj, me prosperitetin, me të qenit efektiv, të qenit produktiv dhe gjëra të tilla me radhë, mundoni të jeni sa më të përullur, me vetbesim të lartë, vetbesim dhe besim tek universi dhe nuk keni po të zhgënjur. Do me thënë, jeni humble, si ta thuash, jeni të përullur, keni besim tek universi dhe çdo gjë ka për tu realizuar. Çdo gjë mund të arrini vetë, por universi ju do, ju mbron dhe do ju ndihmoj. Ky është mesazhi që po ju jep, që ta keni atë në krahun tuaj për të realizuar ato çka doni të realizoni. Mjafton të keni besim te ky proces dhe nuk të shkënjeni. Përshëndetje një peshqve dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Javë, nuk di çfarë them për këtë javë, me thënë të drejtën. Do kujdes, okay, në vija të përgjithshme do kujdes. Kujdes në përgjithësi me gjëra që mund t'ju premtohen, mund t'ju thuhen, mund të thoni ju, të premtoni ju, mund të mos bëhet fjala, nëse keni etape të hapura, të pambyllura akoma nga e kaluara, do rishfaqet. Mundoni me sa më shumë qetësi të jepni zgjidhje gjërave dhe situatave, mund të zhgënjeni brenda kësaj jave, të tjera përshpërim mund të kishit, të tjera dalin, por sido që të jetë
është kalimtare dhe është pjesë e procesit dhe zhvillimit tuaj, por që mja thotë mos bini në grackën e sa thuash e naivitetit, në grackën e acarimit të tepërt, në grackën e zhgënjimit të madh, sepse aty pastaj mund ta humbisni lojën fare dhe çfarë të themi pastaj është e kotë. Nëse si do të jetë uroj një asam të mbar, kujdes portofolin xhepin tuaj dhe çdo gjë pastaj ecim mirë, por kujdes. Me gjërat me avash, nuk nxitojmë domethënë. Kjo është ideja. Tani për sa i përket po do të ketë edhe disa prej jush që fal një ide që mund ta kenë kështu shkrepje totale në jetën e tyre, fal një nuk e di, një vendimarrje të momentit mund të bëjnë një diferencë të madhe në jetën e tyre ose mund të kenë një fitim shumë të madh edhe në ekonomi dhe në financa. Nuk është çudi. Tani përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë po ju thot para marsh, këtu po ndërtohet një ardhme totalisht e re për ju, nuk ka më kthim pas. Çfarë do gjë lat pas, mbyllet ciklin e një cikël të së kaluarës me individ situata, u përmbush këtu dhe tani vazhdoni përpara. Se çfarë sjellë ardhmja akoma nuk i dihet, por të paktën më mirë nga çishi do të jeni. Dhe këtu po shkruhet po fillon një epokë e re, po shkruhet një histori e re për ju dhe po jeni pjesë e sa thuash një tabloje më të madhe realizimi gjërash. Fati juaj po përcaktohet tani dhe suksesi është i garantuar. Këtë gjë mund t'ua them. Pavarësisht se është erë dhe nuk mund të parashikohet akoma se çfarë po ju vjen në jetën tuaj apo në rrugën tuaj, ajo çka dihet është suksesi. Sukses keni për të pasur sido që të jetë. Përsa i përket ditës së martë ju thash edhe këtë gjë thash, bëni kujdes sido që të jetë kësaj jave nga falsiteti, nga personat që premtojnë dhe nuk mbajnë fjalën, ta mund të jeni dhe ju, dashje pa dashje mund të bëheni të tillë. Bëni kujdes pra me marr jap, dëgjoj tash e theme përçojt tash e theme, kujdes sepse mund të mashtrojeni keq ditën e martë ose të mashtroni pa dashje të tjerë. Kështu që do pjo çekoni informacionin nga e merrni dhe si e përcjellni. Tua them dhe këtë pjesë. Tua them dhe këtë gjë. Tani përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur, këtu tani siç sjell një realizim ajo hëna e plot e muajit maj, nuk e di, por që sido që të jetë aty shifet një. Këtu nuk kemi të bëjmë tamam me realizim ëndrash, por kemi të bëjmë me një përmbushje fati. Pra, fati juaj duket se përmbushet afër hënës së plot të muajit që vjen. Përsa i përket tani, po sigurisht ka të bëjmë me ditën e mërkur, domethënë juve mua çfarë tani ka lidhje, sepse varet çfarë do diskutoni ata brenda asaj dite, çfarë prisni brenda asaj dite, çfarë do ju thuhet brenda asaj dite, çfarë do gjë ndodh, çfarë do situatë krijohet, përmbushet fati juaj. Dhe ajo gjë që ka po ndodhë brenda ditës së mërkur në hënën e plotë të muajit të ardhshëm. Tani përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte shumë falsitet ka kjo javë dhe unë mua thash, jemi punë të njëjtën linjë, në qoftë se ditën e martë duhet të mbroni portofolin, interesat tuaja dhe zemrën tuaj, këtu përsa i përket ditës së enjte blen po e njëjta gjë, por këtu rreziku është dhe më i madh akoma sepse këtu joshja është aq e madhe sa që është e vështirë të rezistosh. Kështu që me shumë kujdes ju lutem shumë ditën e enjte, ky individ, femër apo mashkull qoftë që do ju tentoj, është një rrezik aq i madh, është aq e vështirë të rezistosh sa që nuk e di. Do të gabimi është pothuajse i pa mundur të mos ndodhi. Ndaj dhe me shumë kujdes ju lutem. Dhe xhepin, edhe zemrën, dhe interesat tuaj dhe çfarëdo gjë qoftë e shenjtë dhe e rëndësishme për ju, mbrojeni sa të mundeni dhe trut në kokë, aq sa mund t'i keni. Tani përsa i përket ditës premte, dita e premte, o Zoti i madh. Tani mos thoni që s'ua thash pa hapur asnjë letër që në fillim. Ua thash. Kjo është javë falsiteti, kjo është javë që mbron interesat tuaja, kjo është javë që s'të thuash mbroni xhepin tuaj sepse ja ku jeni. Në tre forma të ndryshme pat. E martë, e enjte, djaku e kemi dhe të premten, kujdes me këto situata. Sigurisht që ka dhe momente realizimi, as i bëhet fjalë, dhe suksesi në vija të përgjithshme, por mundoni të rezistoni nga situata dhe persona të tillë këtë javë, që të munden pastaj të themi që, ok, ja dolëm. Por shumë prej jush mbase nuk po mashtroheni, por mbase mund të ndiheni të mashtruar nga mënyra si do vinë ngjarjet. Ndryshe mbase i prisni, ndryshe ju dalin, ama sido që jetë më takon ju them kujdes, ju lutem shumë. Qëllimet tuaja dhe haka juaj duket se vjen me hënën e plot të muajit që vjen, ama kujdes këtë javë.
Për sa i përket tani ditës së shtunë, ta shtun ju thot brenda kësaj pranvere, ëndrat tuaja, pritshmëritë tuaja, objektivat tuaja janë të realizueshme, pra jeta juaj ndryshon, lullëzon, arrihet zhvillimi, prosperiteti këtë pranver për ju, kështu që jeni në pranver, këtu vinë dhe realizimet tuaja, dhe përsa i përket ditës së diel, ky është momenti hynor ku pjesa më e madhe prej jush përblen. Pra, vete hakat e kizoti, themi. Dhe, për të gjithë ju që nuk e humbët besimin, për të gjithë ju që në asnjë moment nuk dyshuat tek hynorja, atëre ja ku e keni. Ky është momenti juaj hynor. Ose, në qoftë se po prisni diçka, një akmarrje, një hak të vite ke Zoti, siç e thash, një diçka t'ju kthehet, për diçka të shpërbleni, keni besim tek momenti hynor, do bëj punën e vet. Okej, pra këtë të vi momenti ku t'jetë momenti i dur për disa dhe për disa të tjerë, dita e diel shënon pikërisht këtë lloj momenti ku drejtësia vjet në vend dhe ju merrni atë çka ju takon. Në rregull. Kështu mbyllet java, dhe përsa i përket mesazhit që universi ka për ju, atëherë le të themi që ky është momenti juaj i suksesit, i njohjes, i personave të rëndësishëm që vinë jetën tuaj për t'ju ndihmuar, por kujdes. Mund të pësoni dëme shumë të mëdha nëse tregojeni të pa kujdesshëm, nëse tregojeni të pa duruar dhe lakmitar të mëdhenj. Një këshill ka universi për ju, qëndroni optimist, qëndroni me sy hapur, qëndroni me këmbë në tokë dhe çdo gjë është e mundur. Jini lakmitar, jini të nxituar, jini të paduruar dhe shkatërimi është në derën tuaj. Thjesht, qartë, bukur, kjo është.